Kam patur të ftuar dhe psikologë të ndryshëm që punojnë sidomos me fëmijët dhe me adoleshentët. Dhe një nga këshillat që kam dëgjuar që japin është që fëmijët kanë nevojë për dashuri dhe për suport dhe për mbështetje. Në mendjen time kjo gjëja e dhënies dashurie dhe mbështetjes më duket si gjëja më e thjeshtë dhe më e lirë për të bërë. Po ndërkohë nëse është vërtet kaq e thjeshtë, atëherë pse nuk e bëjmë? Po të sjell ndërmend një seancë që kisha me disa fëmijë, ata ishin 8 vjeç, 10 vjeç maksimumi, dhe po i thoja që si ju duket kur prindit tuaj vinin, përqafojnë, ju dhurojnë dashuri, dhe vetëm fëmijët më thonin, jo zysh se zysh, më thonë, sepse përkëdhelemi ne pastaj marrim kot ne. Po thonin terma që kishin dalë nga gojët e prindërve të tyre. Po themi që t'ju dhurojnë dashuri, jo t'ju japin liri pa kufizime, mos t'ju tregojnë rregulla. Po them që t'ju përqafojnë nëse ju ndjeni një zhgënjim, t'ju pyesi çfarë ndjen, çfarë të bëri ty të ndihesh në këtë lloj forme. Dhe për vetë fëmijët mendojnë që është përkëdheli kur i përqafon ose kur i dhuron shumë dashuri. Madje edhe kur i kemi fëmijët e vegjël dhe mua më shkëshilluar që mos e mbash shumë në krah, mos e jep shumë me gjatë kohës, mos e përkëdhel shumë se shdet shumë. Ki kujdes. Kur fëmia është i vogël ka nevojë shumë për dashuri. Gjithmonë ne kemi nevojë për dashuri, nëse kur rritemi bëjmë sikur jemi mbushur edhe nuk kemi nevojë, por kemi nevojë edhe për një fjalë, kemi nevojë për qoftë edhe për kontakt, duke qëndruar aty fizikisht. Nuk shethëm patjetër të shkojmë t'ia zgjidhim problemet fëmijës. Do shkoj tani dhe t'i them kush është ky personi ose çfarë të duhet ty, çfarë sa shuma. Ne madje këtu nuk e kemi zgjidhur, e kemi futur më tepër në telashe për gjatë gjithë jetës.